Për vetëm 85.000 euro do jetë çmimi i shitjes së këtij apartamenti 2+1 tek Billa në Spital, me një distancë nga spitali rreth 800 metra. Jemi në katin e 10 të një pallati të ri me ashensor, jo kati i fundit, dhe orientimi i apartamentit është drejt jugut, ku kemi pikërisht këtë pamje. Një orientim perfekt që bën të mundur që apartamenti të ketë dritë dhe ndryshim natyral gjatë gjithë ditës. Këtu jemi tek balkoni i apartamentit, në të cilën kemi dalje tek dhoma e gjumit, pra dhoma e fëmijëve. Nga ana tjetër kemi dhomën e dytë të gjumit, pra dhomën e çiftit, krahasimisht më e bosme me dhomën e parë ku ishin. Dhe nga ana tjetër kemi pikërisht ambientin e ndenjes bashkë me këndin e gatimit. Në hyrje kemi një korridor të vogël shpërndarës, ku në të majt kemi dhe tualetin. Në apartament janë bërë punime ekstra, duke nisur që nga patinimi i mureve, dyert të mbrëmshme, shtrimi me parket elektrike, hidraulike dhe dritare doppio xham plastik. Apartamenti disponon 92 metra totale dhe siç thash është në shitje për një vlerë prej 85.000 euro. Për gjithë ju që po kërkoni një apartament në ndërtim të ri pas tërmetit, mos hezitoni të më kontaktoni. Ju mirëpres.